E vërteta është që për herë të parë të korruptuarit po dalin para drejtësisë. Dhe tani të korruptuarit çfarë bëjnë? Kuptohet që reagojnë. Si reagojnë? Edi Rama i është drejtuar gjykatës kushtetuese sepse do që gjykata kushtetuese të marrë një vendim që thotë që kryeministri i Shqipërisë, pavarësisht se ka prova, pavarësisht se është i pandehur, nuk mund të arrestohet, nuk mund të pezullohet. Sipas Edi Ramës, Edi Rama është mbi ligjin, është i paprekshëm. Po bro veten, thoni ju. Sepse thotë unë jam votuar. Tani ne duam të jetojmë në një vend ku kryeministri pavarësisht se kape duke vjedhur nuk mund të ndalohet. Duan të jetojmë në një vend ku një ministër, një deputet, një zvendës kryeministër, nëse kapet nga drejtësia, si çdo qytetar tjetër, duhet ta mbajmë aty të vazhdojë të vjedh, ky është thelbi. Tani, ndërkohë që shoqëria shqiptare e ka kuptuar dhe ka entuziazëm në lidhje me çfarë po bën drejtësia, këtë nuk po kuptojnë. Njerëzit janë me drejtësinë. Opozita, të gjitha partitë opozitare. Dakor? Janë dhe ato me drejtësinë? Jo, ato nuk kuptohet se çfarë po bëjnë. Dikush thotë, jo po drejtësia e ka mirë kur sulmojnë qeverinë, po nuk e ka mirë. Ç'të bëjnë partitë opozitare, se 3 parti opozitare i kanë kryetarët e tyre të pandehur në një farë mënyrë. Berisha, Meta është në burg, Mediu, në gjyq. Po ky nuk është problem, ky nuk është problemi i drejtësisë. As i qytetarëve shqiptar, ky është problemi i tyre. Nuk është normale, se pikërisht tu është kontradikta edhe këtyre partive politike, sepse entuziazmohen ditën që merret e pandehur zëvendës kryeministri e thonë, jo, zëvendës kryeministria nuk mund të qëndrojnë detyrë se është e pandehur, por ata mund të qëndrojnë në detyrë, mund të jenë kandidat për kryeministër duke qenë të pandehur, po këtu nuk është e qartë. Kur Spaku dhe drejtësia vepron kundër qeverisë, ata janë eronj. Kur Spaku vepron kundër tyre, se kanë qenë një pushtet, mos harrojmë, kanë qenë në pushtet. Nuk është se nuk kanë patur kur asnjë post edhe drejtësia po u bie në qafë. Kanë qenë në pushtet, se gjithë të tjerët do dalin para drejtësisë. E kuptoj këtë. Dakor, e kuptoj këtë. Më fal. Tani ajo që do të them është, në këto kushte, ndërkohë që njerëzit shikojnë një dritë në fund tunelit, ne akoma opozita nuk di ku është. Sa në një drejtim, sa në një drejtim tjetër, totalisht pa orientim. Tani ju doni ta mblidhni bashkë, keni bërë një propozim, po. Dhe ftesa që kanë bërë për nesër është të ulemi në një tryezë dhe të diskutojmë së bashku një strategji opozitare në mbrojtje drejtësisë, sepse drejtësia është në rrezik. Lufta kundër korrupsionit është në rrezik. O burra të mblidhemi dhe të diskutojmë, sepse njerëzit nuk ndihen, sidomos votuesit opozitar, nuk ndihen të përfaqësuar. Qëndrimet tona janë kontradiktore. Duan të dinë edhe apitemi ne pse nuk dalin, pse nuk protestojnë, pse nuk na bashkohen. Ke marrë përgjigje pozitive apo të është përgjigjur kush nga partitë opozitare, meqense ti i ke bërë ftesë apo jo? Nga partitë opozitare akoma nuk ka marrë asnjë përgjigje, po ka marrë përgjigje nga aktivist, gazetar, pedagog, por nga partitë opozitare nuk ka marrë përgjigje. Por si dhe qoftë fakti që nuk ka marrë përgjigje, do të thotë që nuk ekziston nevoja për një tryezë të tillë ku të diskutojmë dhe të kuptojmë çfarë do bëjmë, se nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Ti vete ke një ide, pra shkon me një propozim tek tryeza e ditës së nesërme, pra një ide se çfarë mund të bësh për ta shpëtuar këtë drejtësinë që kërcënohet? Absolutisht. Tani tryeza propozimet tona do i dhe në tryezë nesër në diskutimin që kemi nesër, se nuk mund të flas tani për të duket sikur kemi bërë gjithçka dhe thjesht është një takim formal. Do diskutohet nesër, unë jam realisht optimist që dhe nga diskutimet me të ftuarit dhe personat që do jenë dhe intelektualisht dhe nesër në tryezë, do dalin ide, do ketë diskutime dhe çfarë do të bëjmë? Ne duhet ndajmë mendjen. Me kë jemi, nuk mund të themi në mëngjes jemi me drejtësinë, në darkë jemi kundër drejtësisë. Ne duhet të ndajmë jemi me drejtësinë apo jemi me të korruptuarit. Është shumë e thjeshtë. Pak e vështirë është kjo për pjesën tjetër të opozitës. Pak e vështirë është kjo për pjesën tjetër të opozitës. Duhet ta ndajmë me mendjen. Shiko, mos harrojmë, është një moment historik, ajo që po ndodh sot është nga rëndësia, besoj se
më e rëndësishme ka qenë vetëm rënja e regjimit komunist në të njëshin. Për asnjë nga ne me atë e krahason, pra. Ishte imagjinueshme që do arrinim në këtë pikë, ku do merrnin nga zyra një zëvendës, një kryetar bashkie dhe do ta çonin në qeli. Ishte i pa imagjinueshme. Ajo që mua më vjen keq në fakt është pikërisht që fatkeqësisht ai qytetari të cilin ne i themi hajde dil tani ti dhe protesto që të rrëzojmë Edi Ramën, ai është totalisht i qoroditur nga debatet e përditshme në televizion ku flitet nga rroga e gjykatësit tek Po përpiqemi të analizojmë ne dhe atë sheh ajo. Se i përmend Rama rrogën gjykatësve, ku e ka çfarë e shqetëson? Pra është rroga në vetvete apo fshihet diçka tjetër pas? Erla, problemi është këtu që Edi Rama mendon se përplasjen e ka me gjykatën, me gjykatësit, dakord? Mendon se po ja bëjnë gjykatësit dhe duke i sulmuar ata, duke thënë, po çka këta gjykatësit po në fakt kush po ja bën? E kanë parimore, dhe këta e kanë për para, duan ndonjë lek më shumë. Po kush po ja bën në fakt? Kjo është mënyra e tij, është duhet është poshtërimi, më fal. Edi Rama problemin e ka me ndërkombëtarët, nuk është marrë Tiranë vendimi për Edi Ramën. Edi Rama do përfundoj si gjithë kryeministrat e tjerë të vendeve të korruptuar, si Bullgari, Rumani, nuk kemi një vend veçantë. Do të ndodh e njëjta gjë, nuk e shpëton gjë. Sa do të sulmoj drejtësi, sa do të sulmoj gjykatën kushtetuese, nuk ka shpresë. Atëherë pra nuk e ka kapur Rama drejtësinë, sheh, thjesht për ta kuptuar, Rama nuk e ka kapur drejtësinë. Pra drejtësia është Unë nuk e kam thënë ndonjëherë, por është teze e opozitës. Drejtësia që s'pak vepron, ose është skapi partisë, vepron me regji Edi Ramës. Shiko, Erla, këto nuk i kam thënë unë, kjo nuk do të thotë që unë mendoj që drejtësia është e përkryer dhe janë të gjithë të papar dhe të jashtëzakonshëm. Unë them thjesht që deri dje nuk ishte drejtësi. Sot faktet flasin. Dakord? Edi Ramës i kanë arrestuar ose i kanë marrë të pandehur rrethin e tij më të ngushtë. Mos harrojmë, para disa ditësh edhe drejtoresha e ARSH-s, jo e ARSH-s, e ARSH-it, ishte një person që edhe emri nuk i përmendni, jashtëzakonisht shumë e pushtetshme, është marrë pandehur. Shej, ta lën drejtësinë të bëj punën e vet. Patjetër. Jo, ta lën drejtësinë të bëj punën e vet, gjithsesi. Edhe këtu ka një keq kuptim. Ty të përgëzoj që i ke idetë e qarta sa i takon gjësisë. Më fal. Dgjoj. Mbështetës ke qenë i pa lëkundur nga fillimi deri në fund. Duhet të jemi një sekond, duhet t'i shpjegoj një sekond gjërat duhet t'i shpjegojmë gjërat. Shkurt të lutem, se kam dhe disa pyetje për panelin para se të ndalem pjesë dytë. Shumë shkurt. Unë e kuptoj që kush është i akuzuar ka dhe nuk është i dënuar, është i pafajshëm derisa të merret një vendim i formës së prerë. Dakord? Por interesi i një zyrtari apo një politikani i marrë i pandehur nga drejtësia është më i vogël se sa interesi i shoqërisë shqiptare që parat e qytetarëve shqiptar mos të jenë më në dorë në dispozicion të një njeriu apo të një personi që ka dhënë arsye për të dyshuar që ato para i ka vjedhur. Me pak fjalë, interesi publik prevalon mbi interesin e individit. Për këtë po flasim. Dhe ne nuk mund të presim vendimin e formës së prerë. Mirë. Shej, e kuptoj unë, po interesi publik tani nuk i bëjnë gjyqjet populli, ë? Nuk i bëjnë gjyqjet populli, gjyqjet i vendos gjykata. Po tani publiku mund të doj gjak, mund të doj të ndëshkohen të gjithë politikanët, mund të fusi dhe të gjithë në një thesë, edhe pse aty ka mund të ketë dhe të korruptuar, mund të ketë edhe të ndershëm. Pa diskutim, se nevoja ose etja për t'i parë përballë drejtësisë, e kuptoj që është shumë e madhe, po
Jemi një sistem ku vendos gjykata në fund. Dy mashtrimet jemi, po kush ka thënë që nuk vendos gjykata? Po se tani ne edhe ajo që ti po thua më bën të dyshoj që edhe ti më fal. Ku jam? Je viktim e propagandës së Edi Ramës. Tani Fare, Tani mos më bëj si pjesa tjetër. Ne kanë akuzuar për Sorosin, në mëmas dite e kanë akuzuar për Ramës, ka rëndësi. Në mëngjesë Sorosin ndarë Ramës. Dy mashtrimet e Edi Ramës. Akuzat tu janë falas. Edi Rama thot, më fal. Erlan, Edi Rama thot, dy mashtrimet dhe e mbylla pastaj vazhdoni ju. Po, patjetër, do vazhdojmë. Edi Rama thot, i merren të pandehur, futen në burg pa vendim gjykate. Imagjino, pa vendim gjykate, gënjeshtër, nuk ka në Republikën e Shqipërisë asnjë në burg, asnjë qytetar shqiptar nuk mund të jetë në burg pa vendim gjykate. Nuk mund të ndodh. Nuk mund të ndodh. Mirë, është e pamundur. Dëgjoj, sheha gjithsesi. E kuptoj. Çdo arrestim për çdo arrestim. Mirë, po ka dhe nga ata që thonë masat janë jo proporcionale. Është debat i gjatë ky shehaj. Është debat i gjatë ky shehaj. Unë po qëndroj mashtrimeve të Edi Ramës. Edi Rama thot në Shqipëri pas qytetar shqiptar që janë në burg pa vendim gjykate. Gënjeshtër, e dyta, akuzë jashtëzakonisht shumë e rëndë. Thot Edi Rama, ka qytetar shqiptar që janë marrë peng. E kupton çfarë do thotë? Nuk është e vërtet kjo. Nga drejtësia. Nuk është e vërtet kjo. Po si, që janë marrë peng? Po. Erla, po tallesh ti? Jo të po tallem, kam seriozisht. Regjimi me të peng, Erla. Marrje peng është në kuptimin e figurshëm tani të fjalës, shehaj. Nuk është marrje peng, okej, Ilir Metën kemi parë që ta tërheqin zvarr, po marrje peng në kuptimin dikush i marr peng është dikush që merret peng pa respektuar ligjin, pa vendim gjykate. E di çfarë thosh, Erla, e di çfarë thot një kryeministër, ti thot prokurorëve dhe gjykatëve ju merrni peng. Nëse nuk më pëlqen kjo qasja jakubine e zotit Shehe, se këta partitë e djathta duhet të jenë garantiste ndaj drejtave të njeriut, ndaj të gjithëve. Po pra tani që ka problematika ka Shehe, po është debat i gjatë ky, nuk e zaurojmë dot sot. Më fal se nuk e kuptova. Të lutem, nuk e kuptova. Është një qasje jakubine kjo e mbështetjes së drejtësisë, nuk i shkon një parti të djathtë kjo. Do të jetë në garantiste të djathta. Është qasje jakubine kjo, të fusin brenda ati me gjykata pa gjykata. Lufta kundër korrupsionit. Kush tha pa gjykata, më falë, të pëthoni ju. Unë pikërisht për të kakofoni flasë. Unë të kuptoj se si... Faktikisht me vendim